OSB-ja ndihmon muzeun etnografik. Qendra rajonale e OSB-s në Mitrovic, në kuadër të realizimit të projektit për krahja e muzeut etnografik të Vushtrisë, bashkë me drejtuesit e pushtetit lokal, kanë inauguruar donacionin e dhënë nga OSB-ja për muzeun e qytetit me 4 kabinete për vendosje të eksponateve. Në këtë ceremoni inauguruese, nënkryetari i komunës Dibran Përquku ka falendëruar zyrtarët e OSB-s. Të nderuar përfaqësues të OSB-s, foret, përfaqësues pushtetit lokal, përfaqësues të mediave, pjesëmarrës të nderuar, në emër të kryetarit të komunës, në emër të qeverisë komunale dhe në emër tim personal, ju përshëndes dhe njëherët OSB-n e falenderoj përzemërsisht për donacionin në këtë projekt në vlerë dikon për 1.200 euro, që nuk është donacion i vetëm në komunën tonë, por OSB-ja e dim që prej pas luftës ka investuar në Kosovë, në tërë teritorin e Kosovës në përgjithësi e në komunën tonë veçanti. Donacioni ka vlerë të veçantë, pasi ka të bëjë me krijimin e kushteve shumë më të mira në ekspozim të vlerave të trashëgimisë sonë kulturore, ka thënë Përquku. Zyrtarja e OSB-s për trashëgimi Silke Nebenfur në këtë ceremoni inauguruese theksoi: "Jemi të angazhuar për mbrojtjen dhe promovimin e monumenteve kulturore në Kosovë. Me dhurimin e këtyre 4 kabineteve, mendojmë që sadopak të ndihmojmë që njerëzit të shohin këto eksponate në mënyrë më të lehtë", ka thënë Nebenfur. Shpresojnë se sadopak do të ndihmojnë që njerëzit mund të shohin këto artefakte në mënyrë më të lehtë. I would also like to take this opportunity to express our appreciation of the director of the Ethnographic Museum. Po ashtu do ta shfrytëzoj rastin që t'i falenderona shumë drejtoreshës së muzeut. And would like to thank her for her commitment and engagement in the protection of cultural heritage. Dhe për kushtimin e saj për mbrojtjen dhe promovimin e monumenteve kulturore. Zyrtarët e OSB-s për donacionin e dhënë i ka falendëruar edhe drejtori i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë e Sportit, Qamil Sahiti. Praneshëm nga OSB-ja, të nderuar praneshëm nga foret, ju të gjithë mysafirë të praneshëm. Ju falenderoj që keni ardhur sot këtu për të parë një ndihmë që ne ka dhënë OSB-ja, që për ne është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe, edhe pse janë 4 kabinete, megjithatë kjo neve na motivon që të punojmë edhe me tutje për të ardhmen, për vlerën e trashëgimisë kulturore. Faleminderit shumë që keni gjetë kohën për të ardhur dhe të marrur pjesë në tribunimin e organizuar nga OSB-ja në bashkëpunim me Muzeun Historik Etnografik. Gjersa menaxherja e Muzeut Historik Etnografik, Shukrane Begu, i ka njoftuar të pranishmit me eksponatet dhe vlerat që ofrojnë ato të vendosura në muze.